Sonte, Big Brother VIP Albania hyn në një nga prajmet më të forta të këtij sezoni, me një nominim që ka trazuar seriozisht balancat e lojës. Në televotim janë Miri, Selin dhe Eugene, tre emra që gjatë gjithë javës kanë qenë në qendër të debateve, dyshimeve dhe strategjive të fshehta. Java ka qenë veçanërisht e ngarkuar për raportin mes Mirit dhe Selin, një marrëdhënie që nga afërsia e komentuar ka kaluar në mosbesim dhe përplasje të hapura. Nga njëra ana, frimiteti i tyre ka nxitur dyshime brenda shtëpisë, nga ana tjetër ka krijuar terren për intriga dhe lojë strategjike nga banorët të tjerë. Një rol kyç në përshkallëzimin e situatës ka patur Eugene, fjalët dhe situatat e të cilit kanë mbjellur dyshime serioze tek Selin. Pikërisht këto dyshime çuan në një ballafaqim të drejtë për drejtë mes Selin dhe Mirit, vetëm pak kohë para prajmit. Në ambientet e lavanderisë, Selin i kërkon llogari Mirit për të dy çështje delikate: raportin me Mateon dhe strategjinë e nominimit. Ajo e akuzoi se i ka shkuar Mateos dhe i ka kërkuar të qëndronte larg kësaj, duke e paraqitur këtë si një lëvizje të qëllimshme në lojë. Reagimi i Mirit ishte i menjëhershëm dhe mohues. Çfarë thua, do të zëbe? Je në Terezi si të shkoj te Mateo e t'ja bëj këtë mohabet. Por Selin nuk u ndal me kaq. Ajo pretendoi se Miri ka tentuar ta nxjerrë keq Mateo në mënyrë që të shpëtojnë të dy nga nominimi. Miri e mohoi edhe këtë version, duke sqaruar se diskutimet kanë qenë për krijimin e një situate shpëtimi, por pa sulmuar Mateon personalisht. Propozimi ishte të krijonin një situatë rreziku që të shpëtonim nominimin, por nuk bëi llaf për Mateon, u shpreh ai duke përmendur se në bisedë ishte përfshirë dhe emri i Kesit. Ndërkohë, Eugene, treti i nominuar, shihet nga banorët si katalizator i kësaj krize, pasi fjalët e tij kanë ndezur zinxhirin e dyshimeve që sot çuan në përballje direkte dhe tensione të hapura. Me të tre lojtarët kaq të përfshirë emocionalisht dhe strategjikisht në prime, sonte pritet të sjellin sqarime, përplasje të reja dhe ndoshta kthesa të forta në lojë. Publiku tashmë është i ndarë, ndërsa një gjë është e sigurt: ky nominim nuk është thjesht eliminim, por një provë force për të tre banorët. Ndërkohë, reagimi i publikut në rrjetet sociale dhe votimet online tregojnë një prirje të qartë. Pjesa më e madhe e shikuesve po votojnë për largimin e Eugenit nga shtëpia e Big Brother VIP. Edhe pse situata romantike mes Mirit dhe Selin është gjykuar ashpër dhe ka ndarë publikun në mendime të kundërta, duket se situata e ka përqendruar vendimin e tyre te roli i Eugenit në nxitjen e konflikteve dhe dyshimeve brenda shtëpisë. Sipas komenteve më të shumta, publiku e sheh Eugenin si faktor destabilizues të kësaj jave, ndërsa raportin Miri-Selin, pavarësisht kritikave morale, po perceptohet më së shumti si pjesë e dinamikës së lojës sesa si arsye për eliminimin e menjëhershëm. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni